Miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, data 7 qershor po vjen. Mbrëmjen e djeshme ka qenë afati fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve nga partitë politike që do të garojnë në këto zgjedhje parlamentare të jashtëzakonshme. Por si po eci procesi atje për surprizat nga pjesa e listave, sot do të fokusohemi tek pjesa e PDK-s, një parti me mjaft kontribute në Kosovë, dhe të ftuar kemi doktorin e nderuar Fitim Selimi. Doktor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Shëndetje, nderuar qofshi. Faleminderit. Faleminderit ju profesor. Në radhën zgjedhjet e kaluara ju ishit pjesë e listës, ishit numri 76, pra kandidat nga PDK-ja, por nuk e dim këto zgjedhje të 7 qershorit. A jeni ju pjesë e listës dhe së pari dhe së dyti pse vetëm lista e PDK-s nuk ka dalë në media? Deri tani sipas burimeve mediatike, pra të kolegëve në Prishtinë, ndoshta kjo reflekton edhe situatën jo shumë të qetë brenda partisë, pasi zyrtarisht lista nuk ka dalë në media. Ju i keni dieni çfarë po ndodh? Nuk mund të them me saktësi cila është arsyeja që lista po vonohet, por sidoqë që jetë jo vetëm PDK-ja, po të subjekte tjera politike, janë disa zhvillime mjaft dinamike të cilat imponojnë nga pak që gjërat të mos duken apo të artikulohen brenda për brenda subjektit e tek pastaj të shfaqen edhe të jenë të njohura edhe për publikun. Natyrisht që nuk është krejtësisht normale që listën nuk e kemi. Personalisht edhe unë me që nuk jam në brenda strukturës, nivelin e lartë strukturave, nuk jam ndjeni për kitazi me arsyet pse lista po vonohet, por ju e dini që ka ndodhur disa zhvillime rreth fillimit të procesit zgjedhor, disa pretendime dhe kërkesa nga tereni për zgjerim të listës, për ndryshimin lista, për bashkimin përkatësisht për pretendimin për një sinergji të figurave të ndryshme, figura tjera, konkretisht zotit Lima i brenda listës së PDK-s, dhe mund të jetë edhe po besoj që duhet të jetë krejt kjo ajo arsyeja pse ndodh vonesa e listës. Këtu është edhe çështje e renditjes kandidatëve sipas gjitha gjasave, dhe po besoj nuk duhet të jenë arsye substanciale pse listën nuk e kemi në dorë, po në princip arsye normale, arsye duhet të ketë që lista të duhej me qenë sa më parë në duart në sytë e opinionit. Doktor, pra nga ajo që ju më thatë është që baza nuk ka pranuar emra, apo baza kërkon emra të tjerë nga ata që janë vendosur, apo ndoshta ajo që ju përmendët dhe faktin e zotit Lima që ndoshta mund të kemi edhe një futje të tij në listë, ndryshe nga sa u tha nga kryetari. Nuk mendoj që mund të ndodhë ndryshe nga ajo që u prezantuar nga kryetari i partisë, por sidoqë që të jetë përqendrimi tek futja apo mos futja ose debati apo diskutimet për kitazi me aspektin cilësor të listës, e kanë ndryll pak onash çështjen e renditjes brenda listës kandidatëve të cilët janë propozuar edhe që janë aprovuar, andaj edhe vonesa është si rezultat i mos arritjes së renditjes definitive në listën e Partisë Demokratike. Mendoj që nuk janë arsye substanciale, por janë arsye formale të renditjeve, të cilat me një farë mënyrë mund të jenë shkak i pretendimeve nga tereni me propozimet e tyre për renditje brenda listës. Doktor, tregon kjo një mungesë leadershipi? Po nuk mendoj që është mungesë e leadershipit, edhe pse natyrisht zbehjet leadershipit ne kemi pas prej momentit kur Partia Demokratike ka mbet pa kreun e saj, që ishte edhe ideatori, ishte edhe themelusi prej këtij pozicioni, themelusi institucioneve, i arritjes përkrahjes ndërkombëtare, për bazamentin e pavarësisë Kosovës, për njohjet e Kosovës e tjera, nuk është edhe që nuk patëm traum, por kjo nuk vjen si mungesë e leadershipit, por kjo vjen ashta si mungesë e një përvoje apo
me një farë mënyre është rezultati dinamikës dhe një zhvillimit mjaft shpejt që ka të bëjë me shpalljen e zgjedhjeve në vazhdimsi dhe rikthimit në një proces të ri zgjedhor. Përndryshe, nuk e mendoj që është çështje mungesës leadershipit në kuptimin për të vendosur, por janë çështje teknike të cilat besoj që sot gjatë ditës evitohen dhe do ta kemi listën definitive. Doktor, në zgjedhjet e fundit PDK-ja ka ruajtur elektoratin e saj. Në këto zgjedhje do kemi ndonjë surprizë për sa i përket emrave të listës në dijenin tuaj, pra pavarësisht rënditjes një më lart, një më poshtë, pra ka emra të ri? Mendoj që në esencë te lista e Partisë Demokratike nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Duke filluar prej prisit, prej udhëheqësit, prej liderëve që konkurron për pozitën e kryeministrit dhe në listën në vazhdim. Nuk do të ketë ndryshim cilësor lista, por që në fakt lista është e përbërë edhe nga përbërja e kaluar kryesisht për njerëzve të ri të cilët kanë marrë përsipër dhe kanë marrë obligimin që të jenë pjesë e garës dhe risit veçantë nuk ka, përveç debatave apo diskutimeve që janë bërë shumë përkitazi me futjen e zotit Limaj në kuadër të listës zgjedhore të Partisë Demokratike. Në gjykimin tuaj e ka luksin PDK-ja për të humbur të paktën 20.000 vota duke lënë jashtë zotin Limaj? Unë personalisht jam në listën e Partisë Demokratike sepse i përgjigjem konceptit të Partisë Demokratike. Aty i kemi njerëz, ajo është një sintezë e gjithë njerëzve të cilët në biografinë e tyre kanë shënuar me angazhimet e tyre kombëtare në çdo aspekt dhe në çdo periudhë kohore për ashtu kanë arritjen kontributor dhe mendoj sinqerisht që mos përfshirja e zotit Limaj në listën e Partisë Demokratike e atakon jo vetëm si një mungesë e cila do të na mungoj apo që nuk do të jetë një vlerë e shtuar brenda listës, por edhe debati pa rezultat të përfshirjes të zotit Limaj është diçka që e damtan krejt procesin. Ndërsa më mirë do të ishte sikur mos të kishte qenë debati fare për përfshirje ose jo, sikur mos ishte diskutu fare brenda rrodhëve të Partisë Demokratike çështja e përfshirjes ose jo, sesa që është debatuar dhe ka rezultuar me një përgjigje që zoti Limaj mos përfshihet në kuadër të listës zgjedhore. Mendoj që është një numër i madh i njerëzve që janë përkrahës të zotit Limaj dhe përgjigja për ta që zoti Limaj s'do të jetë në listë është një me një farë mënyre është një goditje. Ndërkohë që partinë ashtu si të gjithë ata që janë brenda PDK-s, edhe ju doktor besoni që edhe shpresoni që me rikthimin si të pafajshëm të atyre që në Hag me Thaçin në krye